shpjethu dikuna në PDK, dikuna në LDK, dikuna në AK, edhe ju e keni obligim një si kurti me çudoren. Ju nuk e kanë obligim. Sa ata njerëz votat i kanë përmerzu kurtin. Ky zotnia që është fituesi i zgjedhjeve e ka mandatin me e thirr. Ta kem secilin prej kryetarëve të partive dhe le të ban votat. Le të thirr. Nuk po mundet. Nëse kë zotnia nuk mundet, i vjen që kurti është fajtori. Ama qëra, këta ka një blokadën në vendin e Kosovës. Pse ko synim, edhe pse ko njerëz që dojnë me përçu një farë narracioni që Albin Kurti nuk është përgjithësi i vetëm i blokadës. Nuk peçon kërkush narracion apo lypim me zgjedhje. Qëra, Albin Kurti thotë një palë logjik shperi, nuk i kom votat për krye parlamentari, i kom për qeveri. Kjo kur farë logjika ka? Është si avokat. Edhe ti si person i shoqërisë civile që më tan të jesh atë, pse s'po lyp llogari veç të Albin Kurti? Pse dush me dorë të deputet? Ti po do më kallëzu unë ku me lyp llogari. Ti ke marr hapësirë me ajo mandatore. Ti s'bënesh me shku. Ti s'bënesh me shku. Pse ofendu deputetë opozitës? Adresa e Albin Kurti. Unë se po proteste me hap. Albin si ki numrat? Le mandatorin 2. Si ka numrat? Se kjo protest? Po është, hajde bënë bashkë për një Albinit. Ja. Si e dhe të e dikujna me. Hajde bënë bashkë. Pa ku do ka që një vrit për një pare? Po për një vrit për një Pse me? Pa a kombotru në opozitës? Se s'ki shku me aktivitetin të nëse një deputet e opozitës, ma vëtën mu këtë Albininen. Jo mu, po kretet asigurone që jenë nashta 52% e Kosovës, dëshpruhen. Normal. A ti po më thumë mu hajde tash ju se... Qëra, mas pari spekupte edhe prej opozitës spekupte edhe pozicioni. Ti kur him do... Ka dale. Na kur him garën, ti apo him garën për parlament, apo him garën për qeveri. S'pe bënë japja. Pse masi ky ka ngri? Pse se futin loj? Me ja votu Albulene edhe me ja bzu qeverin? Pse, veç pse ka qevaja? Jo, pse ka qe, për me ja bzu qeverin. E po, atër që shtu... Pse nuk peqet Saranda Bukujevsen, që ka thonë AKJ, kush e propozoj? Po që ka nuk peqet Shqipe me Meti Selimin? E vetë mja mënyrë me Shqipe lojë, thë që kjo. Votoja ato, mos ja voto qeverin, bjen do shkojmë zgjedhe të ja. Kështu a zgjedhe nuk muna me shku. Le të supozojmë edhe një kështu. Pse duhet? Unë të qanë këtë kontekst që më thotë Koci, ka dhënë një intervist për ATV-n. Kush? Lauku Njuca. Qa ka dhënë? Qështu e rëzojmë për qeveri? Nëse zoti Kurti nuk e ka kapacitetin për me ndërtu numra për qeverin, atëre vjen radha Bedri Hamzës, apo si do që është diskrecionin e presidencës, për dhënë mundësin e dytë. Pas kësaj, e zarohet të gjitha dhe ne kemi një rrugë për të shku drejt zgjedhje. Pra thot, votën e Albulenin, thot pas ta i hapën dyrt. Nëse Kurti si ka numrat për qeveri, i hapët mundësia Bedri Hamzës për me bo... Gjdo kush garon për qeveri jo për parlament. Tash, kjo o koqit. Une, personalisht po mendoj që mas shumë ti vota ka me hump Albin Kurti me ç't blokad që ka bo. Mas shumë ka me bo. Edhe është meritore. Është meritore. Është meritore, humbja vetë pyetje thjesht. Nëse i siguron 61 vota edhe zgjedh kryetar në parlamentit, edhe me çato 61 vota, pa mundson zgjedhjen e nën kryetarëve të kuvendit. Si voton për shembull nën kryetar që i kanë si pas radhës të sërë. Qka mendoni? Situata është e njëjtë. Parlamenti nuk mund të blokohet. Po du me thonë që këtë problemi është të interpretimi i gjykatës kushtetuese. Nëse di çka problemi. Kur propozot kryetari propozon presidenti jam i kërku gjykatës kushtetuese interpretim sa herë ka drejt i pari për me dërgut një të namë. Se tash kjo po bën 30 herë. Presidenca tha që e kena gati draftin. Draftin e pyetjes, presidenca tha që kena draftin e pyetjes. Po e presim masi ta jep gjykata kushtetuese përgjigjen për draftin e OK-s. Ajo që është tepër e çon. Që presidenti do ta dërgojë edhe. Po, që në këshilltari i presidentës se kishton mendimin e me lexova që na kemi gati pyetjen për me përcjell, po ta presim ne është çfarë përgjigje po jep. Në të gjykata kushtetuese ka është faq e bindur që gjykata kushtetuese pra nuk do ta shqyrtoj fare kërkesën e AK-s. Pra si më saj që nuk ka
S'ka vendim për me mujtë më shqyrtu. Këto tash janë format presionit politik që i po, se zakonisht nuk duhet me pas. Se tash është dorë të vetëvendosit. Zakonisht nuk duhet me pas komentim para se me publikota kushtetuse. Po, thelbi i gjetës ty në kanaleve që është me thy, ose që është me qelë mundësin me ndërtu institucione, nuk është vetëm të një jamën. është diçka, e kemi diskutuar edhe më herët prapë e them. Jena të folë po ashtu për eventualisht ushtruesin e detyrës presidentit. Pra, nuk jena të folë vetëm për një kandidat për kryetar që ose kryetar se s'ka lidhje se e bojmë se rëzohet se anekni. Pra, nuk është matematik vetëm e thjesht e momentit. E dyta, çka është me rëndësi është se për mu është tepër e dukshme që vetëvendosja, që është e para me turna, me rendin e parë, e ka qartë, veç që s'pe kap të pornin, me thonë, nuk i kam votat as për qeveri. Edhe që argumenti pse? Në takim me presidentin, edhe jashtë para medjave, vetëvendosja përmes zonjës Haxhiu, tha, na propozojmë, tha, me shku në zgjedhjet për bashta, edhe parlamentare lokale në Tetor. Pse zotni duhesh me posti me shku në zgjedhje nëse i ki votat për qeveri? Pse duhesh me shku në zgjedhje? Kush është ai që i ka votat për qeveri e thotë ja po shkoj në zgjedhje? Mos harroni që ta përmendoj çet argument. Pra për mua është faktike që vetëvendosja është e pranuar publikisht që si ka votat as për qeveri. Por është edhe diçka tjetër. Është edhe diçka tjetër. Na kemi pjesën tjetër që përmes kryetarit të LDK-s, propozimit LDK-s, është të thonë o njerëz as na si kem, as kjo pjesa tjetër si kem. Përveç prandaj pëgjojnë në zgjidhjet ndërmjetme për propozimin e LDK-s ka thonë atëherë pëgjojnë në zgjidhjet ndërmjetme përbojmë diçka të unitetit, tash unë i lexova edhe 15 pika. Çet argument për të gjej edhe për vetëvendosjes. Edhe për të gjej edhe argumente për vetëvendosjes, edhe propozimin parlament që ne janë jo mundli edhe s'kena nevojë mundli shpesh anë këne. Gjermanin që është shteti më i fuqishëm në Evropë. Edhe ju kujtohet ky mesi që fitoi në Gjermani, çat na zgjedh tha, bota se pret Gjermani, tha na duhet mu bë bashk me bo qeveri. Po, që marrëveshje koalicionit. Okej, është e qartë, ata e kanë AFD-n që duhet me largu. Dy partit më të mëdha që 20 e Sovjet që me bo vetëvendosje me PDK. Po. Është në çasti që do. Po është uniteti. Është në çasti që do. Që ky zotnia që e ka rëndën e parë, nuk i ka votat. As për kryetar parlamenti, as për qeveri. Pjesa tjetër që pritet me pas rëndin e dytë, ka të lashe, a i ka shumicën ajo. Prap, votat për qeverinë e re, po mbetën në dorë të një 3-4 minoriteteve, me këtë respektin, edhe për përfaqësimin edhe komunitetin edhe këtë, po për fuqinë politike mbetën të 3-4 deputet minoriteteve jo serbe. Pra, na jena me një situatë në cilën, nashta është mirë skena politike me diskutu solucionin e ndërmjetshëm. A mundet më konë ajë teknike, a mundet më konë e unitetit, a mundet më konë qeveri vetëm për zgjedhje. Po, se unë i poshtë 15 pikat e zotit Abigjiku, tash unë përmenoj që ato 15 pika ishën program qeveris 4 vjeçor. Se për një vjetë është këgja vështirë mi mrënjë ato, po besoj që ishdosh me pas një solucion ndërmjetëm me 3-4 pika me thonë, na dojna me shku në zgjedhje në pranverë,